Jemi rikthyer sërish në studio dhe ashtu siç lajmërova, tani do të kemi një mysafir, një piktor të ri, i cili është i sapo diplomuar, por që nesër në fakt do të ketë edhe ekspozitën e tij të parë personale. Me të do të flasim pak për ekspozitën, por gjithashtu do të flasim pak edhe për rrugtimin e tij në art, se si ka vendosur që të vazhdoj pikërisht me artin. Këtu e kam në studio Ensar Feta, piktorin më të ri, le të themi. Ensar, përshëndetje, faleminderit shumë që je pjesë e emisionit të ftesë në studio. Faleminderit për jush. Ensar, do të kesh së shpejti në fakt nesër, do të kesh ekspozitën tënde të parë personale. Ne do të flasim pak për ekspozitën. Ekspozita në fakt quhet Dialog kohërash, që më kalon shumë përshtypje në fakt edhe titulli, por do të flasim për këtë pjesë. Por unë dua të të pyes në fillim çfarë të shtyu të merresh me art, të vazhdosh universitetin në art dhe të vazhdosh sigurisht me profesionin në art. Dilema për profesionin, do të them se nuk ka qenë e lehtë për ta zgjedhur këtë rrugtim, sepse të tregoj të drejtën, e kam zbuluar ndoshta me vonesë këtë aftësi timen në kohën e shkollës së mesme, por gjithmonë ishte ajo ndjesia e brendshme për ta shprehur vetveten. Edhe arti ishte mënyra më e mirë se si unë mund të shprehesha. Edhe kur e kuptova se jam i aftë për këtë gjë, e kam aftësinë për të marrë me këtë profesion, ishte një rrugtim ende më i lehtë për mua. Por mund ta ceki se profesori im i shkollës së mesme, profesori i vizatimit, e gjeti këtë talent apo këtë aftësi timen dhe ma shprehu dhe ma lehtësoj me të vërtet këtë rrugtim. Kishe menduar diçka tjetër, sepse the që në gjimnaz, domethënë e ke pasur, e ke hasur pasionin tënd edhe për pikturën. Kishe menduar ndonjë drejtim tjetër mbase për të vazhduar para se të vendosësh për artin? Po, e kam pasur si qëllim ndoshta për të marrë me psikologjinë, sepse kam qenë edhe shumë i mirë në anën teorike të studimeve, por edhe psikologjia gjithmonë më ka pëlqyer, bire edhe tash e praktikoj edhe në anën e pikturave të mia. Përsëri e vej në zbatim, por kur arti e kishte atë shtysën më të madhe se psikologjia ndoshta, por pra psikologjia ka mbetur si një hobi apo si një gjë që më pëlqen edhe ta studioj, edhe ta lexoj. Edhe ta praktikosh mbase, siç the edhe në art. Po, edhe ta praktikoj në art. Pra kur i ke venduar në peshore psikologjinë dhe artin, mbase arti ka qenë ajo, por që mund të ketë në fakt një ndërlidhje mes psikologjisë dhe artit, sepse në fund të fundit edhe arti do mbase atë psikologjinë e vet për të kuptuar. Ta kapësh karakterin e personazheve, ta studiosh një personazh nëpërmjet shprehjeve apo gjendjes emocionale që ai gjendet, edhe me të vërtet ta lehtëson që të kapësh karakterin e një portreti apo një personi. Shumë e vërtet në fakt, edhe besoj që ke bërë zgjedhjen e duhur, duke qenë se vazhdove në art, tash e ndjen që ke bërë zgjedhjen e duhur, apo? Po, e di. Ti besoj ke bërë shumë vepra tash, sa vepra ke realizuar deri më tash, nëse ke një numër? Një numër fiks nuk ka, sepse ka edhe shumë skica, ka shumë studime, nuk janë, ky është cikli im i fundit. Dialog kohërash është cikli im i fundit me cilin do të prezantohem, sepse mendoj se është edhe ma profesional, por edhe është më afër zemre për mua, ka qenë më i veçantë si cikël, prandaj vendosa të prezantohem me këtë cikël, po prej fillimit ndoshta ka shumë, nuk i kam numëruar. Çfarë të frymëzon më së shumti në veprat e tua? Çfarë, le të themi, çfarë është ajo që bie më së shumti në sy në veprat e tua? Po, ndoshta frymëzimi apo inspirimi është prej ngjarjeve të përditshme, prej bisedave të përditshme, por edhe prej njerëzve, prej dialogut me njerëzit, por edhe prej natyrës, sepse me të vërtet edhe sipas filozofisë së artit, arti është imitim i natyrës. Edhe me të vërtet, kjo më jep një shtys, apo më nxit atë muzën e brendshme, apo atë kreativitetin e brendshëm për të pasur ide të reja. Sigurisht, natyra në fakt edhe për shumë artist është një mënyrë frymëzimi, le të themi. Si do ta përshkruaj, si e përshkruan ti stilin tënd artistik?
është një ndërthurje stilesh, të them të drejtën, dhe jam me fat që kam gjetur vetveten që në këtë mosh, apo prej në ateljet e fakultetit, sepse është një ndërthurje stilesh abstraksionit, surrealizmit dhe figuracionit, të cilët janë një ndër 3 stilet më të rëndësishme në art. Në pikturat e mia mund të vrehen se abstraksionin e kam shfrytzuar si një mjet lirie. Mua personalisht më jep lirinë e shprehjes abstraksioni. Në pikturat e mia e kam shfrytzuar si një abstraksioni ka qenë si një mjedis apo habitat i ri për figuracionet apo për personazhet që kam vendosur, sepse çdo personazh është marrë prej epokave më të rëndësishme të artit klasik, edhe është vendosur në një mjedis të ri, ku është një dialog i heshtur, mund të them, ku ngjyra është udhërfyes i kohës. Pra ndaj quhet në fakt edhe dialog kohrash, tash do të flasim sigurisht pikërisht për ekspozitën, dialog kohrash. Si vendose që t'ja japësh pikërisht këtë emër, apo ishte në fakt ky përshkrimi që sapo bëre, sepse pikturat e tregojnë atë dialogun e kohës? Po, edhe ajo është një pjesë e cila i përshtatet këtij titulli, por është edhe një lidhje mes dy botrave. Sipas meje, mendoj se është një ndërlidhje e artit klasik dhe artit bashkëkohor, abstraksionit dhe figuracionit. Është një dialog i heshtur, ku secili mund të futet në të, mund ta interpretoj sipas mënyrës së vet, ku personazhet janë të zgjedhur me detaje, janë të studiuara dhe paraqesin një pjesë të personalitetit të tyre, por në një mënyrë ndryshe se ajo klasike. Ndryshe në mënyrën tënde, në fakt, le të themi, në mënyrën tënde, në atë se si ti e sheh ti. Mendon që sigurisht do të ketë njerëz të cilët do ta shohin edhe në mënyra të ndryshme, besoj pikturat tua do të shihen në mënyra të ndryshme. Unë kam parë disa prej pikturave tuaja dhe me të vërtetë janë shumë të mahnitshme. Ekspozita do të mbahet nesër në Galerinë e Arteve në Tetov. Në sa ora? Në orën 19. Në orën 19. Do të pyes pak si ka qenë procesi i përgatitjes së ekspozitës. Besoj që shumë punë është dashur për të ardhur deri tek përfundimi, le të themi, i ekspozitës. Ndoshta më ka marrë 2 vite pa ndërprerë punë. Sfida nuk ka qenë vetëm në atelje, të them të drejtën, por ka qenë edhe jashtë saj, punët administrative, gjetja e një vendi të përshtatshëm, por jam i lumtur që më dha mundësia që në Galerinë Nacionale në Tetov që t'i ekspozoj punimet e mia, por me të vërtetë ka qenë një sfidë edhe për zgjedhja e pikturave dhe teknikës, por se veçanërisht duhej çdo figuracion duhej të studioj më së pari. Këtë ndoshta kam bërë, e di që nuk jam i vetmi prej piktorëve që e bëj, po duhet të studiohet karakteri, roli i saj në shoqëri, që të përshtatet me konceptin që i vendoset edhe në prapavi. Pra i ka edhe këto gjëra, nuk është puna vetëm unë i kam punuar këto punimet dhe tash do t'i nxjerr në ekspozitë, por në fakt nuk është aq e thjeshtë. Nuk është aq e cekët. Ke pasur mbështetje qoftë nga institucionet për ekspozitën, sepse ti je një piktor i ri dhe sigurisht që të nevojitet një mbështetje edhe nga institucionet, por mbase edhe nga profesorët, familjarët, edhe për të përzgjedhur edhe pikturat? Me sa i përket institucioneve, i vetmi institucion i cili më ka përkrahur ka qenë Ministria e Kulturës dhe Turizmit, ku është pjesë e këtij projekti, kurse të them të drejtën, institucionet tjera si komunale, si shtetërore nuk kanë qenë aq ndihmuese, po edhe të interesuara në këtë pjesë, se edhe është e vërtet se arti apo të rit në këtë profesion anashkalohen nga ana e këtyre institucioneve. Por më vjen keq ta them këtë, po shpresoj se do ndryshojë në të ardhmen, sepse me të vërtetë shoh se ka perspektivë, edhe njerëzit janë vetëdijsuar me sa përket artit dhe kuptimit të saj. Po kurse ana e familjes dhe e profesorëve apo kolegëve, se nuk duhet t'i quaj edhe kolegë, unë mund të them se ne jemi një grup shokësh, një familje, se nuk i kemi atë raportin e distancuar si në bisedë, si në kritik. Familja ka qenë
shtysa ime më e madhe, por edhe profesorët asnjëherë nuk kanë nguruar që të japin ose një kritikat e tyre apo të ndajnë një kohë që të merren me punët e mia. Që të t'japin të pak dhe mendime se cilat piktura mbase duhet të vendosen. Ti e the që e ke të vështirë që ta bësh për zgjedhjen, sepse ke punuar pothuajse për 2 vjet për këtë ekspozitë dhe e ke pasur të vështirë për ta bërë për zgjedhje, por sa piktura do të ekspozohen? E kam menduar që të ekspozohen rreth 17 piktura të formateve të ndryshme. Formatet janë të përmaset të ndryshme, por janë edhe të mëdha, kështu që nuk kam dashur që ta ngarkoj. Po mendoj që numri 17 është ideali edhe për hapësirën, edhe për të paraqitur. I kam përzgjedhur piktura që i kam, si thash, më shumë për zemër, që u kam dhënë më shumë të mund dhe që mendoj që duhet të shfaqen atë ditë. Numri 17 ka ndonjë prapavi ose është vetëm rastësore që... Është rastësore. Okej, në rregull. Çfarë do të thotë për ty të kesh ekspozitën tënde të parë? Ti ke pas ekspozita të tjera, nëse mund t'i përmendim sigurisht ekspozita kolektive që ke pasur. Kolektive, po. Ekspozita personale ishte një përvojë krejt ndryshe, sepse gjithë përgjithësia ishte tek unë. Edhe me të vërtet e kam parë edhe si sfidë ndaj vetvetes. Por një gjithën kohë e shihja edhe si detyrim që duhet bëj, që duhet bërë. Duhet të paraqitja para publikut, se e ndjeja si obligim edhe qytetar edhe ndaj shoqërisë. Që të paraqesësh... Ta paraqes atë që unë mendoj, atë që shpreh nëpërmes artit, sepse mendoj se ky është roli edhe i artistit, të jetë edhe në dobi të shoqërisë, të jap mesazh në shoqëri. Pra, kjo ka qenë në shtysa më e madhe, por edhe kurse vështirësia ka qenë shumë herë më e madhe se ato ekspozita kolektive, sepse në ekspozita kolektive je një grup shokësh, një grup kolegësh, kurse cili e luan një rol të vetin, kurse unë edhe tek ekspozita personale kam konkuruar edhe si person fizik, ku shumicën e punëve më është dashur ta bëj vetë, si katalogun, si fotografimin, por tek shkruese e katalogut ka qenë dhe është profesorja Yıldız Asani, që e falenderoj shumë. Kurse punët tjera administrimi më është dashur të bëj vetë. Ti bësh vetë, po. Sigurisht që është më e vështirë, sepse normal ti me gjithë punët, siç e thej, merresh vetë dhe kur bën një ekspozitë personale është e gjithë barra në fakt është tek ty. Edhe për atë se si do të reagojnë në fakt edhe personat të cilët do vinë të shohin artin tënd. A ka në ekspozitë ndonjë pjesë apo ndonjë pikturë që e veçon mbase pak më shumë, që është pak më personale për ty? është ti ndash, është si ti vrash, po me të vërtet për mua ka, nuk mund ta them se është një, po ndoshta janë 2 ose 3, po besoj se do e vëreni vetë se cila është punuar me më shumë mund, me më shumë dashuri, por që janë pjesë e tyre nuk janë thjesht të bëra monotonisht apo thjesht prej një discipline të shtuar timen, sepse është punë e përditshme, por disat me vërtet ja kam kushtuar një përkushtim ndryshme. Ke vënë më shumë zemër mbase ke këto. E fundit që e kam shtuar është, bile kisha dashur ta ceki, është një pikturë e cila është me motive shqiptare, ku një fotograf anglez në vitin 1910 në mos gaboj i ka fotografuar femrat shqiptare të gjitha trevave, edhe këtë e kam përdorur figuracionin si anën klasike apo atë të vjetrën që përballet me bashkohoren e kohëve të sotit. Edhe është një ndër pikturat. Diçka interesante në fakt. Të pëlqen të bësh edhe pjesën e artit, domethënë edhe me motive shqiptare, le të themi, motive kombëtare? Po, patjetër, sepse kemi me të vërtetë një kulturë të pasur, edhe është mëkat ndoshta të them se ta anashkalosh këtë pjesë, bile sidomos veshjet shqiptare për mendimin tim janë një ndër më të bukurat. Edhe nuk e shihja vetëm si motiv kombëtar, po besoj se edhe çdo piktor apo çdo artist do frymëzohej nga këto veshje.
Shumë e vërtet në fakt, sepse përveç që janë të bukura dhe kur i shohim kështu, por e vërtet është që edhe shumë piktore dhe shumë artistë frymëzohen pikërisht për t'i vendosur në art dhe mbasi edhe për të bërë edhe ato kombinimet, gërshëtimet, po pikërisht. Duke qenë se ti më herët e përmendë që më thënë mbështetja ka qenë sigurisht nga Ministria e Kulturës, por që mbështetja nga institucionet tjera nuk ka dhe si e sheh ti si një i ri, qoftë në art, por edhe në fushat të tjera, por duke qenë se ti je në art, si e sheh si një i ri në vendin tonë që kjo mbështetje në fakt mungon për të rinjt, kur bashkë të rinjt që duhet të jetë mbështetja në të gjitha sferat, në të gjitha fushat? Nganjëherë e shoh si një neglizhencë e qëllimshme, por e cila nuk më demotivon apo nuk mendoj se nuk më ndalon, po jo vetëm mua, por dua t'i jap një mesazh që mos demotivoj askën tjetër, sepse me të vërtetë ndoshta edhe mundësitë nuk i kanë, apo nuk janë mundësitë që me anën e kulturës apo të artit të merren, por me të vërtetë unë e shoh këtë si një stepje e të rinjve që të merren me këtë profesion, sepse me të vërtetë edhe numri i studentëve apo i të rinjve që merren me art është duke u pakësuar, por besoj se kjo është arsyeja sepse e shohin se nuk kanë një mbështetje. Nuk din ku të bazohen apo ku do të jetë çojë e ardhmja. Edhe mendoj që institucionet përkatëse duhet të merren më shumë me zhvillimin apo mbështetjen e të rinjve në rajon, po edhe në gjithë Maqedoninë Veriore. Shumë e vërtet në fakt, sepse kjo ndoshta mund të shtyjë pastaj të rinjt edhe të largohen nga vendi, sepse mundësia që nuk ju jepet këtu në vendin tonë mund të shtyjë që të kërkojnë diku tjetër mbështetjen që ato e kanë të nevojshme. Si e sheh ti veten si artist në vendin tonë, por edhe më gjerë mbase në vitet e ardhshme, le të themi? Po, unë e kisha si qëllim timin edhe thash edhe më parë e shihja si detyrim që të prezantohesha për herë të parë në vendin tim. Edhe pse kam pasur pa modesti ta potencoj se kam pasur edhe ftesa që të paraqitem edhe në vende të tjera, po e ndjej si obligim qytetar të paraqitesha para vendit tim. Por mendoj në të ardhmen kisha dashur që edhe akademikisht apo studimet i vazhdoj edhe jashtë, por edhe të paraqitem edhe jashtë publikut që t'i njoh të rinjt tanë, që t'i njoh talentet tonë, që ta prezantoj vendin tim edhe jashtë kufive. Edhe jashtë kufive. Por megjithatë, do kishe dashur që këtu t'i bësh punimet, domethënë punimet të jenë origjinale të vendit, por që ato punime sigurisht të prezantohen dhe jashtë, dhe unë e besoj shumë që do të vi kjo kohë kur punimet e tua të prezantohen jashtë, sepse e shoh sigurisht edhe talentin tënd. Çfarë mendon edhe për të rinjt, ose çfarë mesazhi do të jetë edhe për ato të cilat mbase tash janë në gjimnaz, por i kanë ato dyshimet që a të vazhdojnë me art apo të mos vazhdojnë me art, se mbase shpesh nuk shihet si një profesion që do kishin dashur të vazhduar, nuk e shohin si një punë që do të sjellë shumë profite, le të themi. Çfarë mund të thuash ti për këtë, sepse sigurisht ti e sheh këtë më tashmë, ky është profesioni yt, kështu që dua që them se pikë së pari mos e shikojnë atë anën profitabile të çështjes, po le ta ndjekin atë intuitën e brendshme e cila dhe ta lejojnë t'i drejtoj ato, sepse me të vërtet është një profesion që don shumë përkushtim, që don shumë punë, por besom që nuk ka kënaqësi më të madhe se t'i shohësh veprat tua apo kur arrin një rezultat me cilën ti je i kënaqur. Mund të them se ajo është gjëja e cila nuk paguhet. Por edhe për anën profitabile duhet të thej që mos demotivohen prej saj, sepse nuk është ashtu siç thuhet se arti nuk ka të ardhme, apo mendoj se një artist bukën e gojës apo mbijetesën mund të nxjerrë shumë më lehtë se edhe njerëzit e zakonshëm. Kështu që po vetëdijsohen njerëzit, po vetëdijsohet edhe vendi jon që e shoh në shumicat e vendeve ka në ambiente që janë të rrethuara me art, me pikturë, skulpturë, dizajne të ndryshme, kështu që prapë ju jap mesazhin që ta ndjekin atë intuitën e brendshme, që çfarë ju thot zemra,
edhe pasionin. Po, në fakt është shumë e vërtet, sepse ne kemi artistë shumë të mirë, piktorë shumë të mirë, që janë duke bërë buj edhe në vendet jashtë Maqedonisë, kështu që ato kanë ndjekur pasionin e tyre, por që edhe tash të rinjt duhet të ndjekin pasionin e tyre, sepse gjithmonë është ajo dilema, duhet të vazhdojmë për pasion apo për punë në anën, do të thënë që të shohim ku ka të ardhura, por që si që the, s'është e vërtet që nuk ka të ardhura. A e shej veten base në të ardhmen edhe si profesor i artit, apo mendon vetëm të jesh në pjesën? Me gjithë qef, do kisha dashur që të kontriboj edhe për të rinjt e vendit tim, se e di se çfarë angazhimi ka dhënë profesori im, edhe çfarë merite ka sot profesori im për këtë që jam unë. Edhe me gjithë qef, do kisha dashur që të jem pjesë e arsimit, e edukimit, po, pse jo. Pse jo që edhe ti frymëzosh, si që ka frymëzuar edhe ty profesori yt, ti frymëzosh edhe ti mbase gjeneratat e ardhshme. A ka ndonjë artist që të inspiron, të frymëzon, qoftë prej këtu, por edhe ndonjë artist që njihet ndërkombëtarisht? Po, është e vërtet, por nuk do kisha cekur me emra, sepse ka shumë. Unë nuk e ndjek edhe artin klasik, por edhe atë bashkohor, kështu që ka një gamë artistës të cilët i shoh për ditë, ja ndjek punën e tyre. Se me të vërtet është një farloj inspirimi që kur i sheh edhe punët e tyre, se në çfarë teknikash punojnë dhe si e menaxhojnë punën e tyre, është me të vërtet edhe një shtys për më të rinjt, po. Por veç nuk dhe kisha cekur me emra, vetëm një ose dy, sepse... Por që i ndjek të gjithë, sepse aty e merr edhe frymëzimin. Ku je më shumë, te këto klasiket apo artin modern, ose le të themi çfarë mendon për artin modern, sepse shpesh është temë diskutimi edhe arti modern. Është temë diskutimi, edhe veçanërisht edhe këtë një ndër inspirimet e mia të para ka qenë kjo bisedë, sepse kisha edhe në shoqërinë time, por edhe në rrethin tim kolegial ku bisedonin sepse cili është arti i vërtet, është abstraktja apo figuracioni klasik, sepse me të vërtet figuracioni do një meshtëri tjetër, do një mjete klasike për të punuar, kurse në ditën e sotme dalin edhe shumë të veçuar artist, po në thojza, që ndoshta vetëm me disa poteze të brushës, me mendoj se kanë shfaqur diçka. Por arti abstrakt kërkon edhe një kreativitet, apo të kesh një bagazh artistik për ta bërë atë farë lloj arti. Edhe unë thash pse jo, në qoftë se jam i aftë t'i bëj, le t'i bëj dy atë bashkë. Po, pse jo. Por që më shumë je tek pjesa klasikës. Duke qenë se ekspozitën sigurisht e përmend edhe një herë e ke nesër, çfarë pret nga kjo ekspozitë? Si mendon se do të reagojnë njerëzit ndaj veprave tua? Shpresoj që publiku të zhytet në atë botën, në një botë të re, në botën e pikturave, ku, siç thash, qëllimi im është që t'ja nxjis atë imagjinatën, apo t'ja ngacmoj atë imagjinatën, që të nisin që të mendojnë, që të hynë në atë botë, të hynë në atë dialog, të bëhen pjesë e dialogu. Dhe të gjithë i ftoj që me të vërtet t'i lënë angazhimet e ditës apo të jetës së përditshme dhe të futen në një botë ndryshe. Dhe të bëjmë pjesë e këtij dialogu. Sigurisht, edhe shpresoj që kjo në fakt do të arrihet në ekspozitën tënde, nëse do të kishe në fakt edhe një mesazh për në fund edhe për të gjithë të rinjt. Në fakt, para se të hyjmë tek mesazhi, do të pyes edhe pas kësaj ekspozitës, ose kjo ekspozitë në fakt, do të ekspozohet edhe në vendet e tjera përveç Galerisë së Arteve në Tetova, planifikon në të ardhmen, sepse e ditë që tash i ke ende ethe tek kësaj njëherë ta mbarosh këtë, por që a mendon... Po pse jo, e kam menduar që ndoshta nëse do më jepë mundësia, pse jo, që t'ja bëja një shëtitje të themi rreth e përqark, por për momentin dua që kjo të kryhet solemisht, po dhe me sukses, por në qoftë se thashë do më jepet mundësia, do e rishqyrtoj si rast, sepse kam tash edhe angazhimet, dua që t'i vazhdoj edhe studimet master, por kemi një glitch kohor, sepse ndoshta koha nuk na premton për të mbritur të gjitha, por shpresojmë që
që edhe të do të prezentohet edhe në vende do të bëhen gjithë gjërat. Nëse është pasioni dhe dëshira vullneti, besoj që gjithë gjërat bëhen. Ensar, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Ftesë në studio. Unë të uroj shumë suksese edhe me ekspozitën, por edhe me karrierën tënde që e ke përpara, domethënë në art. Faleminderit shumë për jush dhe me të vërtetë që falenderoj që ma dhatë këtë mundësi që të prezantohen tek ju dhe faleminderit juve për ftesën. Patjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit.